kompetencat e saj. Po, padyshim që këto zhvillime kanë kriju pasiguri shumë të madhe të mediat, për faktin që realisht regulatori, ai që duhet me implementu ligjin edhe me i regulu sektorin medial, e shkel vetë ligjin, duke u bazur në raportin tuaj. Edhe faktikisht të gjetjet e juaja janë të argumentume dhe janë të faktume, kështu që KPM-ja që edhe dhe gëzime duhet fillimisht të regulohet vetë e pastaj të reguloj mediat. Se askush, as nuk po kërkon të amnistohen mediat nga shkelet, as nga sankcionet, së cilat do me thënë janë të para edhe me ligjin për Komisionin e Pavarur për media. Mediat nuk janë bil ligjin, as njerë as nuk e kanë kërku ata. Por që këto shkeljet në rastet kur bëhen, atëherë nga ana regulatorit ato të bëhen në mënyrë të afaqme dhe ashtu që janë parapa me regulorët të cilat ata vetë i kanë miratu. Në draftimin e këtyre regulorëve ka marrë pjesë edhe, do me thonë, sektori medial, përfaqësues gjitha mediave kanë qenë edhe kanë punu shumë në këtë draft regulore. Ka pas debat kogjat madh publik, disa herë jemi mbledh, mos me përmend edhe një lloj punëtorie 2 ditore që është bë me gjithë redaktorët e mediave këtu në Kosovë. Edhe gjithë kanë qenë të vullnetshëm që mi pranu gjitha, po mendoj, procedurat edhe kuptohet sankcionet cilat vinë në rast të shkeljeve të ndryshme. Kështu që po, mediat janë të gatshme dhe të vullnetshme, mi respektu standardet profesionale edhe në momentin kur ato shkilen janë të gatshme që normalisht vinë sankcionet, por në radhë të parë është kriju një farë pasigurie edhe një farë shqetësimi rreth regulatorit dhe mënyrën që shaj e zbaton ligjshmërinë. Ka pas një debat për KPM-n në publik që është kontestu shumë çka dhe rreth antarëve që janë zgjedhur, ka pasur pra edhe paknatësi, edhe ndoshta kritika se mund vinë edhe mund të jenë të afërt me politikën, ka pasur reagime se ka tendenca që të kapet KPM. Dhe tash po e shohim këtë mënyrë se si po veprohet. Sa është e rëndësishme që regulatori i mediave të jetë i parashikueshëm, të jetë profesional dhe të veprojnë kohë, sidomos kur bëhet fjalë për fushata zgjedhore ku ndjeshmëria është shumë e madhe dhe ku mund të rrezikohet në fakt demokracia. Shumë është me rëndësishme që regulatori i parashikueshëm, se media duhet të dinë se si të sillen, cilat janë rastet kur nuk mund të bëhen shkeljet. Do me thënë, regulatori pashmangshëm duhet të jetë i parashikueshëm, të ketë të qarta sankcionet me të cilat mundet mi sankcionu mediat, e mos themi që regulatori jonë nuk ka listë për gjobat, do me thonë proporcionalisht me i dënu mediat. E ka në ligj diçka themi prej 1.000 deri 100.000, edhe sot sankcionon regulatori varet prej vullnetit antarëve të KPM-s edhe zyrës ekzekutive. Do me thonë zyra që edhe Gëzimi rekomandon, mandej antarët e marrin vendimin sa me dënu. Do me thonë nuk ka ndonjë kategorizim të shkeljeve sa mund të gjobitet një media për shkeljen e themi kodit etik, sa mund gjobitet për shkeljen e rregullave të sjelljes së mediave gjatë zgjedhjeve, nuk ka diçka të tillë. Por për zgjedhjet është definitivisht jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjitha që mediat të monitorohen dhe pastaj edhe këto reagimet të bëhen në afatet e parapara me rregullore edhe me atë rregulloren tjetër të shqyrtimit të ankesave të KPM-s. Për faktin se këto shkelje meritojnë adresim të menjëhershëm, se efekti i tyre është menjëhershëm gjatë fushatës zgjedhore. Se pastaj nëse bëjmë siç kanë bërë këta pas një viti që i kanë shqyrtu shkelet cilat i kanë bërë mediat, edhe efekti është i tejkaluar. Do me thonë, edhe vetë efekti i rregullorës edhe i atyre sankcioneve që janë marrë është i tejkaluar, veç është një farë forme e presionit në media për ata se qësh duhet të vazhdimisht të jenë kështu të presin se çka po ndodh regulatori kur kam i dënu, cilat përmbajtje duhen vazhdimisht me qenë nën monitorim. Do me thonë, është një farë lloj pasigurie se kur mbillet për shembull kapitulli i monitorimit mediave gjatë fushatave zgjedhore. A ekziston tash mundësia mu kthy prap me pas farosti prej zgjedhjeve të vitit kalum edhe KPM-ja prap me shqyrtu. Do me thonë, në forma që ata pe interpretojnë që afatet për ta në rregullore janë orientuese, ndërsa për median janë obliguese, do me thonë tregon vetë qëndrimin të cilin regulatori e ka për sa i përket ligjshmërisë. Faleminderit zoti Zekaj, si jurist, kur një institucion publik nxjerr vendime jashtë afateve ose në kundërshtim me procedurën, çfarë pasoja juridike mund të kenë vendimet e tilla? Po, vetëm organet administrative, në këtë rast siç është edhe Komisioni i Pavarur për Media, që procedura e saj është procedura administrative, gjëja e parë që duhet të kontrollohet është afati procedural i ndërmarrjes së një veprime.
Domethënë, nëse ka kaluar afati procedural i ndërmarrjes së një veprimi dhe nëse plotësisht ka të drejtë ai organ për me marrë një vendim, nuk mund të marrë një vendim të tillë. Domethënë, humb e drejta për marrjen e një vendimi të tillë nëse lëshohet një afat procedural. Dhe kjo është ABC-ja e pjesës juridike të çështjes. Domethënë, marrja e këtyre vendimeve nga ana KPM-s, unë besoj që ata janë të vetëdijshëm që nuk e kalon filtrin gjyqësor. Qëllimi pse ka marrë KPM-ja vendime të tilla është më shumë për t'i friksuar mediat se sa për t'i realizuar në praktikë ato vendime. Dhe unë besoj që mediat, secila nga media që ka marrë vendime të tilla, duhet t'i ankimojë këto vendime, duhet të përdorë mjetin juridik dhe jam më se i bindur që këto vendime tani më nuk do ta kalojnë filtrin e gjykatës, nëse e kalojnë filtrin edhe të Komisionit Bord të Ankesave brenda KPM-s. I cili është jo funksional. I cili faktikisht është jo funksional, kështu që drejt për drejt tani duhet të dërgohen në gjykatë për shkak se nuk ka filtr, domethënë të shkallët e dytë brenda KPM-s. KPM-ja, domethënë, çysh e tha edhe Gëzimi fillimisht, po interpretohet në atë çështjen që afatet nuk janë obligative. Kjo është në aspektin juridik, kjo është më së çesharake. Dy rregullore që përmendëm më herët burojnë nga dy ligje, njëri nga ligji për KPM, tjetri nga ligji për zgjedhje. Dhe të dy këto rregullore përcaktojnë formën procedurale të procedimit të këtyre ankesave dhe vendimarrjen e këto ankesa. Dhe vetë ligjvënësi në këtë rast, në rastin e miratimit të këtyre rregullore ka pas parasysh rëndësinë e shpejtësisë procedurale që duhet të merren vendimet kur ka të bëjë me mediat. Që nuk është që veç njëra prej qëllimeve të sanksioneve është ndëshkimi, është preventiva, është edukimi i atina që shqipton një mos, është edhe vetëdijsimi i pjesës tjetër për të mos vepruar një. Dhe këtu domethënë pja na shkalojmë të gjitha pjesë tjera të qëllimit të një sanksioni, për marrim veç qëllimin që është ndëshkimi. Dhe këtu po shihet që KPM-ja ka ardhur me një vrull në udhëheqjen e anëtarëve të ri të KPM-s, në një vrull në KPM për të shqiptuar ndëshkime, për të shpërndarë ndëshkime ndaj mediave. Pa shqyrtuar, pa analizuar. Po, aspektit formal juridik, a mjafton shkelja e procedurës që thjesht me e bo një vendim administrativ të paligjshëm? Në shumicën e rasteve po vetëm. Domethënë, nëse kemi shkelje esenciale të procedurës, e në këtë rast shkelja esenciale është vetë afati, sepse afati është njëra prej elementeve esenciale kryesore të procedurës, atëherë gjithsesi si një vendim i tillë do të jetë i pa pasojë, nuk do të ketë pasojë juridike dhe i njëjti do të shfuqizohet apo anulohet nga ana e organit vendimars ndaj të cilit vendos përmjet një juridik që do të përdoret. Në të kundërtën ne do të kishim ato që thatë më herët, nuk do të kishim pritshmëri se çfarë do të ndodhë dhe do të kishim plotësisht pasiguri juridike nëse i lejohet një organ administrativ pafundësisht të përdor afatet për ta ndërmarrë një veprim të caktuar. Kjo nëse shikohet në mënyrë të tillë në procedurën administrative, çfarë do të themi në procedurën penale, kur kemi edhe në procedurën penale afate, kur edhe për një vepër penale nëse kryhet një vjedhje, nëse kryhet një vrasje, nëse kryhet një vepër e rënd penale, ekziston afati parashkrimit dhe në momentin kur kalon afati parashkrimit, edhe pse është kryer vepra ti nuk mund të zhvillosh procedurë. Dhe në një procedurë të tillë të zhvilluar, qoftë për një prokuror apo gjyqtar, shkon në procedurë disiplinore automatikisht, pse ka marrë veprime kur e ka pa që një procedurë është e skaduar apo është e kaluar. Aty vetëm duhet të konstatohet që ka kaluar afati dhe të mos merret asnjë veprim. Ne kemi pasur, na kujtohen të kaluara, kemi pasur një organ tjetër, i cili ka pasur një praktikë parafërsisht të njëjtë. Ka qenë OSHP-ja, që për një kohë të gjatë ka qenë pa mandat. Të gjitha kërkesat që janë grumbulluar në OSHP, ankesat kundër vendimit të autoritetit kontraktues, me kujtohet në atë kohë janë stopuar, personat kanë pas drejt me bë padinë gjykat, por kur ka ardhur përbërja e re e OSHP-s nuk u marr me ato ankesa. Pra shtyse ka kaluar afati dhe çdo marrë me ato ankesa do ta shkelte të drejtën e palës tjetër. Dhe në këtë rast është e njëjta, domethënë nuk ka pasur asnjë mundësi ligjore pas 5 dite që është afati më i gjatë që parashihet në rregullore të KPM-s të zhvilloj procedurë ndaj çdo ankese që ka pas mundësi të arrijë. Për më tepër që pastaj kemi edhe atë rastin e dytë që ka gjetur edhe raporti juaj, kur kemi një zyre ekzekutive që vepron me ushtrues detyre, e që edhe sot nëse edhe për këto raste në të ardhmen që do të gjenden, do të jenë me probleme procedurale dhe të njëjtat rrezikojnë që mos ta kalojnë filtrin e gjykatës. Faleminderit shumë, Zotrioti. Të shtatë është një prej mediave që është përfshi në këto vendimet sankcionuese të KPM-s për zgjedhje